Hasi duhet të mbetet bashki më vete në reformën e ardhshme territoriale. Ky ishte mesazhi i antarit të Komisionit të Reformës së Territoriale Edmond Haxhinasto gjatë takimeve dhe diskutimeve me temë qeverisje lokale për zhvillim të qëndrueshëm që po organizohen nga shoqata kulturore adhetare Hasi dhe diaspora hasiane. Hasi i plotson ato kushtet që në gjithë setin e kritereve për një bashki. Patjetër. Tham ka potencialet ekonomike, ka traditën, ka unitetin kulturor, identitetin e fortë, kështu që të gjitha ato kritere për një bashki janë aty dhe pa diskutim edhe unë ju shpreh gatishmërinë dhe mbështetjen time që Hasi të jetë bashki në reformën e ardhshme administrative. Haxhinasto vlerësoi edhe rolin e rëndësishëm të diasporës hasiane dhe angazhimin e shoqatave të saj, duke shprehur bindjen se rikthimi dhe investimi i tyre në vendlindje mund të shndërrohet në një shtysë të fortë për zhvillimin e zonës. Do të jenë ata që do kthehen përsëri, që të realizojnë gjithë potencialet e jashtëzakonshme që ka Hasi, për sa i takon territorit, për sa i takon pasurive të jashtëzakonshme natyrore, minerare, për sa i takon traditës së fortë kulturore, historike, gjuhësore, për sa i takon asaj etnografike, traditës etnografike, siç e pam edhe këtu. Për gjithë këto arsye besoj që ka një potencial të jashtëzakonshëm që ju me gjithë know-how-n tashmë që e keni marrë edhe në migracion, vini ta shpalosni këtu dhe ta bëni Hasin, ta ktheni në lavdin e tij të mëparshme. Sipas të dhënave, vetëm në Mbretërinë e Bashkuar jetojnë rreth 8.000 hasian, të cilët vazhdojnë të kontribuojnë me përkushtim për familjet e tyre dhe për vendlindjen në Has, duke mbetur një faktor i rëndësishëm në mbështetjen ekonomike dhe sociale të krahinës.